Prive edhe këtë vit ju sjell listën prej top 10 femrave më të mira dhe më enj shqiptare. Kush po e mban veten në top form dhe cila në çfarë vendi u radhet, këto na i shpalos materialin në vazhdim. Ato vënë zjarë ekranin, janë tërheqëse për shumë kë, shpesh herë sakrifikojnë shumë çka për karrierë. Janë këto top 10 femrat më in dhe më aktive të estradës me të cilat shumë njerëz e kalojnë kohën imagjinative. Investimi në pamjen e tyre nuk ndalet asnjë moment gjatë vitit. Po filloj me bukuroshën Diana Avdiu, e cila u zgjodh për të përfaqësuar bukurinë e Kosovës në garën e Miss Universit, duke hyrë kështu në top 16, e gjithashtu edhe Miss Fotogenia. Shumë e zgjuar për të qenë veç Miss. Suzana Halili, një ndër grimeret më të suksesshme të vitit, e cila tash e shumë vjet jeton dhe vepron në New York, ky vit mund të cilësohet si mjaft i suksesshëm për të, duke punuar me një numër të madh yjesh hollywoodiane. Është kënaqësi me këshir çdo ditë punimet e saj në Instagram. Dafina Zeqiri, me mjaft fansa për rreth. Këtë vit e pranishme ishte pothuajse çdo ditë të muajve pranë verë. Pas pushimit në Amerikë, nuk ju dëgjua zëri dhe aq. Një këngëtare, artiste, domethënë që ka qenë shumë in edhe këtë vit, me muzikën e saj, e sidomos me pamjet që i ka ndryshuar shpesh. Nora Istrefi, atraktive sa herë që rikthehet. Viti 2012 e surprizoi mjaft për të mirë. Hiti Skime Ik solli Norën në top form. Më pas realizimi i këngës Gangsta, e cila shtyri që të eksperimentoj edhe me lookun e saj. Komentet e saj të fundit rreth asaj se gazetarët kanë luajtur mendsh, kanë lënë shije të keqe padyshim. Mendoj se Nora dhe askush tjetër nuk bën që t'i fusë të gjithë në një thes. Sido që tjetë, Nora Istrefi mbetet një nga këngëtarët top, një nga femrat që sjell gjithmonë risi, dhe më ka pëlqyer toni wild, të cilin e kam përdorur edhe përkundër asaj se karakteri i Norës është krejt ndryshe. Aktoria Arta Dobroshi, pas sukseseve në Cannes, vazhdoi edhe më tej me përzgjedhjen si aktoreja më e mirë e re në Shooting Star Academy. Është një kënaqësi e madhe që shqiptarët e kanë Arta Dobroshi. Jazz këngëtarja Elina Duni ishte nga më të suksesshmet në zhanrin e saj për këtë vit, duke u paraqitur kështu edhe në njërin ndër televizionet më me nam në Francë, France 2. Artista e tepruar, për shqiptarët ndoshta nuk ka. Tuna, apo thënë ndryshe, adhuruesja e Zogut, padyshim ishte hit kënga e vitit, ku vështirash i siguroi edhe një numër goxha të madh koncertesh në diasporë. Tuna dhe Zogu. Tani arritëm tek 3 pozitat më të nxehta sa i përket këtij viti. Aktivitetet e shumta, puna e palodhshme, paraqitja në disa video komerciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e së fundmi edhe videoklipi dhe kënga e saj e parë, Vidane Zenelin nuk mund ta lëm anash kësaj liste. Ka qenë shumë e angazhuar edhe këtë vit me reklama dhe me brendet e saj, domethënë që reklamon që janë shumë popularizuar. Në formë jashtëzakonshme, domethënë shumë mirë trupore dhe Rona Nishliu, ikona e përfaqësueses së shtetit shqiptar në Eurosong për vitin 2012, Baku, LA, fituesja e shumë fansave anë mban botës, bën që Nishliu të jetë nga më aktivet për vitin që e lan pas. Pozita më dëshiruar nga të gjithë, shqiptarja më e përfolur në botë, paraqitjet në evente të ndryshme, veshjet, pëlqimet, kritika, skandalet, albumi i parë e të tjerë, bën që Rita Ora të jetë në numrin 1 për këtë vit. Rita Ora e talentuar mbi të gjitha, për atë se ka qenë sensacioni i vitit të cilin po e lëm pas dhe se ka bërë shumë për imazhin e Kosovës, këtë nuk mund ta mohej askush. Unë jam shumë kurioz të di se kush i ka zgjedhur strategjitë që Ritën ta mbajë gjatë kohës on the top. Gjithashtu më ka lënë shije të keqe një koment i një reviste të huaj, e cila ka cilësuar si një nga këngëtarët të veshura gabimisht gjatë vitit 2012.